që si një top pore që shkrihet, dhe ne harxuam jetën tonë brenda atyre pikave. Udhëtimi im nisi në mes maleve të larta të Anadollit, në një shkollë fshati me një klasë, ku mësonin 5 klasa bashk. Për të mësuar shkrim lexim, çdo ditë pa mos u mërzitur, pa mos u lodhur, rrugët që kryqëzoheshin, pengesat që kaloheshin, këmbë që janë lagur nga uji i borës dhe gishtërinë që nuk i ndjeja pas një kohe, mua më mësuan vetëm një gjë të vetme. Nuk do heqësh dorë, nuk do friksohesh dhe asnjëherë nuk do mposhtesh. Për këtë arsye nuk u friksova dhe nuk u dorëzova asnjëherë. Nga vendet që shkova, asnjë gabim mi të bërë nuk ja dhash e vallan. Dhe mu për këtë arsye nuk arrita të strehohem. Jo nga 9, po nga 19 fshate u dëbova. Rrugë të reja, shtëpi të reja, shkolla të reja, gjithë një këto ishin fati im. Por unë nuk u dorëzova. Sepse tek ato fëmijë shihja atë që nuk e shihte askush. Çdo fëmijë ishte një shpresë për mua. Ishi një zemër e pastër që në një vend shumë larg kohës mundoheshin për atë dheun, për njerëzinë, për botën. Desha ta shoh këtë në çdo fëmijë që e shikoja. Ato pallto të lagura që mbanin erën e deleve, në ato pallto unë e pash parajsën. Unë Gülsüm öğretmen, mësuesja Gülsüm. Jeta ime më kaloi duke luftuar. Nëse më pyesni se çfarë kam mësuar nga kjo jetë, mësova se njeriu nuk është i mjaftueshëm për asgjë. E mësova të mposhturit. Nuk e kisha mendjen për rrok, për pension. Ëndërroja ta dorëzoj shpirtin para drasës së zezë me shkumsin në dorë. Por nuk u bë, nuk mund ta bëj. Unë poshta nga kamxhëku i kohës. Unë poshta nga pamëshirshmëria e njerëzve. Unë poshta nga oreksi i tyre që nuk dinte të ngopet. Unë poshta nga zhgënjimet e tyre. E tani jam përsëri këtu, në këtë fshat ku më ndaloi koha, duke kërkuar Gülsümin që kam humbur.